Në takimin e dytë të nivelit të lartë Shqipëria 2030 në BE, rruga e reformave, të zhvilluar sot në Tiranë, deputeti Fatmir Xhafaj ka folur për komisionin që ai drejton për reformimin e drejtësisë, ndërkohë që ambasadori i BE Silvio Gonzato theksoi se të rinjt po largohen nga vendi për shkak të pasigurisë për punën, cilësisë së arsimit dhe korrupsionit. Xhafaj u shpreh se tani është momenti për një reformë tjetër që do i paraprijë anëtarësimit të Shqipërisë në BE, dhe kjo ka të bëjë me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, duke sfiduar kështu hapur SPAK. Drafti i mbështetur fort në gjetjet e dokumentit analitik, masat e dakordsuara me BE-n për integrimin e negociatave, dokumenti përpunuar nga grupi i komisionit dhe i negociuar me grupin shqiptar me administratën publike, shoqërinë civile dhe i shtuar ekspertizës së ekspertëve të huaj, ka qenë një punë intensive debatuar me tryeza konsultime. Angazhimi do të vazhdojë edhe në muajt në vijim në përmbyllje të plotë të këtij procesi, po dëshmojmë disa të vërteta të thjeshta. Anëtarësimi në BE mbetet ambicie e fortë që gëzon mbështetje të lartë qytetare. Anëtarësimi në BE është çështje ekzistenciale, po punojmë fort për të mundësuar Shqipërinë në 2030 në BE. Ne duam anëtarësimin në BE përmes hyrjes me merit në të me reformimin e shtetit. Një shoqëri e shëndetshme nuk matet sa shkojnë në dyert e burgut, por sa aftësi parandaluese ka. Ky draft plan veprimi synon një rol më proaktiv të kuvendit në përmbushje të sfidave të integrimit, merr fund e skepticizmi në debatet e zhvilluara prej kuptimit të gabuar të ndarjes së tre pushteteve. Shqipëria është republikë parlamentare dhe kuvendi është mbajtës i vullnetit të popullit, shpreh Xhafaj.